Kulla e Abdyl Agës në Dobrashec të Drenasit është objekt që bart histori dy shekullore dhe përfaqëson një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Dikur, kjo shtëpi ka shërbyer jo vetëm për familjarët, por edhe për shumë miq të tjerë. Murtez Zogu, njohës si trashëgimisë kulturore, thekson se kjo kullë ka një rëndësi të veçantë për shkak të stilit unik dhe elementeve origjinale të ndërtimit, të cilat i ka ruajtur deri në ditët e sotme. Kjo kullë konsiderohet të është ndërtuar dikon para 200-250 vjetë. Sa është interesant, ndërtimi i kullave e ka pasur fazën e vet gjatë perandorisë osmane. Kullat në përgjithësi jenë ndërtuar në atë kohë për qëndrueshmëri, për mbrojtje, se nuk kanë pas siguri. Deri në kohën e hyrjetit të perandorisë osmane, kullat janë qenë kryesisht qiti modeli, me dritare të vogla, me prengji që ju kemi thonë, ndërtuar me krejt të gënduna prej gurit, që është kulla e Abdyl Agëve. Derisa në kohën e hyrjetit, perandoria osmane ka konsideruar se ka bën disa reforma ma përparimtare, disa kulla në Drenis i ka detyruar që këto frëngjit e vogla mi prishë dhe mi bën dritaret pak më të mëdha. Kullat kanë rëndësi shumë në aspektin kombëtar, me rujt traditën e kullës, me rujt identitetin e saj, për arsye se kullat në mënyrë e tregojnë vjetërsinë e këtij popullit, traditat e këtij populli që i ka mbjell, mandej kullat ka qenë gati një lloj shkolle, për arsye se në kullat e Drenicës, po sigurisht edhe në kulla tjera, kanë zonë vend ose kryesisht janë ardhur njerëz me influencë të madhe, janë ardhur njerëz të fjalës edhe janë ardhur njerëz të pendës në atë kohë, që të pendës janë kanë të marrë rallë. Kryesisht, qysh e thamë edhe më përpara, musafirët kur kanë ardhur, janë ardhur zakonisht me kuaj, sa atë s'ka pas mjete tjera me udhëtu. Edhe qysh e tha dhe Ramadani, kur janë ardhur me kuaj, e shihni atë kohë mjeshtrit ja kanë lënë vendin këtu, kur i njek ato mjetet e kolit, freni, dizgina, çka ju kanë thonë aty në jaka, janë vendos të. Du me theksu se kullat në atë kohë kur i ndërtu, ka pas mjeshtër të rrallë që kanë mujtë mi ndërtu këto kulla, nuk ka pas mjeshtër këtë vendas që i kanë ndërtu. Zakonisht kullat në Drenis i kanë ndërtu që ju kanë thonë gogë të rahavecit, mjeshtër të rahavecit. Këtë kullë, shumë jam i sigurt që ata mjeshtër deri sa kanë marru, kanë bën 2 vjetë, se është dashtë se cili guri mund vend. Po, këtu e kem edhe yllin e Davidit, që është interesant. Në për kullat e tona, është vështirë me gjetë këtë ylli. Gjatë procesit të ndërtimit, kulla kishte disa pika vrojtimi, të cilat shërbenin për mbikëqyrjen e zonës përreth dhe për sigurinë e banorëve. Po, kulla e ka pas qitë rol. Nga gjitha unë, nuk ka qenë kulla si shtëpia, po kjo është dashur nga gjitha unë mi pas vrejtimet e nevojshme. Këtu po shihet ku është veni që jenë la filxhanat, jenë pastru filxhanat, jenë pastru takomet që kanë përdor për musafirët e odës, po njëherit aty e shihni edhe një frengji, po shkon karakteristike, a shihni edhe një vrim kënej që është. Ajo vrim është e pjertë, që pejsmanqit që e shumë, po dhe me po në e rrezik, ai e ka vlu aty pushkën, grykën e pushkës për me mbrojtë aty, për shembull nuk është vrime drejta që mund me të godit ty. Po ajo është me bon vrejtimin edhe me qenë i gatshëm, qysh e patu ma tha para derës shtëpisë kur vjen dikush me ditë kush është ai që ka ardhur.
Ramadan Avdyli është një ndër trashëgimtarët e familjes, i cili kujdeset për ruajtjen e kësaj kulle dhe vizitorët që vinë vazhdimisht. Është interesant se në ballën e kullës ku është edhe hymja, janë 3 në formë lule diellit. Janë si simbol që i kanë dhënë me dalt edhe me çekiç. Këtë pjesën ku është e qitën ma jashtë kullës. E ndërtuar me teknikën tradicionale të gurit dhe drurit, kulla ruan elemente autentike të arkitekturës shqiptare, të cilat dëshmojnë për mënyrën e jetesës së brezave të kaluar. Ky kur është hi familja krejt mrena, edhe kanë dash me rënë gjumë, përpos që e kanë mbyll dhejen, e kanë vendosur edhe këtë shullin. Ky shulli është përdor përpos familja që kanë ekzistuar mrena, se mos ka mujt kërkush me hap e me hi mrena, se ka blloku derën e hymjes. Edhe ka atë pjesën muri anej që shkon edhe hinë edhe në murin aton anej. Jemi në ambientin e poshtëm, do të thotë në katin përdhes të kullës, për çfarë është shfrytzuar ky ambient në të kaluarën? Në të kaluarën, ky kat i përdhes është shfrytzuar për bakti, po edhe ka qenë kuzhina. Këto në 2 anë kanë qenë baktia, edhe këtë pjesën kënej, ndërsa këtë pjesën e mesme këtu, ka qenë vetëm një kali i shalës që i kanë të përpara, vetëm gjyshe edhe 4 gjyshim që i kanë përdor për vizitat e mistë. Ndërsa atje, ka qenë kuzhina, edhe ka qenë ajo gjoku i madhë, me atë lavjesin me zinxhir që e kanë nxe ujin edhe saqat poshtë që i kanë nxe për me pjek bukën. Ndonëse është përballur me disa djegje ndër vite, kulla ka vazhduar të qëndrojë si simbol i mikpritjes, duke hapur gjithmonë dyert për miq të shumt që kanë kaluar pragun e saj. O, Ramadan Avdyli. Pa donë më në burra, nuk donë. Hajde, mjës e gjetëm. A jesh në shtijen, një jem, shka e një shtijen. Zakonisht atje mësafet, bata gjakët i qeshëm. Haj, po, fandet, fandet. Kulla edhe sot ruan një pjesë të madhe të tipareve të saj origjinale, të cilat dëshmojnë për mjeshtrinë e ndërtimit të dikushëm. Sën shumë kulla kom vizitu, po që të unë nuk e kom vrejt kërkon. Shka është kjo mi dollap këtu? Vërtez, kjo është një dollap i cila përdor për me verifiku apo me veshgu për shofme. Me veshgu dikon prej që tu e 3 kilometre veshgu atë rini. Me gjithë se një kushëria me ka marru shpinë se derin Qiqavic është vrejt vene. është mujtë mu për qjelë. 3 kilometra. I ka 2 frëngjit, nonën e majtë edhe ka nonën e djallë. Pse a... Rezultat dollap, ka dalë mësë më gotë. Pse a thu këto vrejtimi kanë pas, se këtu sigurisht në atë kohë i kanë mojtë edhe koqakt. Këtu kanë nejtë koqakt, zakonisht kanë ardhë mas jo të rru. Po? Se mas tërgjimit babës e gjyshit, Po? kanë ardhë, kanë bujtë këtu, edhe palje dili janë të rjek për këtu ujtë. Po? Shtu që si ka vrejtë kërkosh. Po? E kanë di një vend ma të sigurt, se edhe konë objekti si objekt, ma i sigurt për këtu. Po, ma i sigurt. Shtu që ka nejtë këtu. Po. Dritaret karakteristike, tavanet prej druri, dollapet në mure, si dhe frëngjit të cilat shërbenin për mbrojtje dhe vrojtim, vazhdojnë të jenë pjesë e pandashme e objektit. Këto elemente i japin kullës një vlerë të veçantë historike dhe arkitektonike, duke e bërë atë një dëshmi të gjallë të trashëgimisë kulturore të kësaj zone. Dollap, me thot dollap, apo kapak, çka është? Po. Ky kapak ka qenë i dritarës, të dy kanë qenë. Edhe gjatë verës, janë mbyllë këtu, edhe kur janë mbyllë të dytë këtu veç u të rru. Po edhe, si që thash ma parë, kur ka pas edhe njerëz që kanë qenë ndjekun nga pushteti, për mësë më dok jashtë, kur shumë rena, natën i kanë mbyllë. Po, për çështje sigurie. Për çështje sigurie, këta janë mbyllë edhe këtu, mo nuk ka mujtë kërkush me vrejtë kur gjo.
Të njëjtat elemente ndërtimore ruhen edhe në dhomen tjetër, që pasqyrojnë arkitekturën e kohës. Ky dollap është përdor për jargona. Jargona, çarshafat, jastak të gjumit, këtu i kanë lënë përpara. Ndërsa ke këtu, është pikë e vrejtimit, e ka para derës të hymes të kullës. Edhe kur ka tërki dikush të dera, është dosh me shqyrë këtu kush është, a ban mja hop, apo zban mja hop. Është një dritore e vogël, edhe ka lujt rolin e ndryqimit, po edhe të vëzhgimit. Se zakonisht kullat kanë pas dritore të vogla, për raste të rrezikimit diçka tjetës, kanë përdorur sa më të vogla. Kulla e Avdylagës mbetet një nga dëshmitë më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të Drenasit. Pavarësisht sfidave dhe dëmtimeve që ka përjetuar ndër vite, ajo ka arritur të ruaj vlerat e saj historike dhe arkitekturore. Me elementet autentike të ndërtimit, historinë e pasur dhe traditën e mikpritjes që ka shoqëruar brez pas brezi, kjo kullë vazhdon të qëndrojë si një simbol i identitetit, qëndresës dhe kulturës së kësaj treve.